kjo ndjesia e baladave, e ndjesisë që mundesh me gjetë material nga shpirti, këtë ato edita që i gjete kur dole prej Big Brother për ty dhe Eglin, a është ndonjë fjali, ndonjë rresht nga krijimet e baladave, dedikimi ndjesisë që pate për Eglin? Në qërën, gjdo sen ti kur punon njëri aty nuk e din as pikojt i vjen as ku e gjen inspirimin, e inspirimi është sen që vjen atyrshëm. Nuk është që bëhet diçka me tendencë ose me me tendencë të mirë, se kjo është ndjesi, respekt. Po, e kuptoj. Po qëre, kur kom dalë pi Bigut është një sen me rëndësi që për shkakun ka ngjall shumë emocione që si kisha një moti se është vetë si eksperiencë, shëndriti e din vetë që është qënal, tull, poshtë, e gjun, e të këven. E masanej është mirë me shfrytzu që ato, për shkakun sa je inspirum, me kriju sa ma shumë. Nuk do me thonë që është diçka adim personali për dikon ose për diçka caktume, po thjesht mundohet njeri me shku me ritëm, me flow.